keni parasysh që bullizimi në jetën reale, pra ballë për ballë, është një bullizëm i kufizuar në kohë, pra ndodh në kohën kur fëmia shkon në shkollë, ndërkohë që bullizmi online nuk mbaron, vazhdon edhe pas shkolle. Cilësohet më i rrezikshëm? Është shumë i rrezikshëm sepse është i heshtur, sepse është një bullizëm i cili nuk bërtet shumë, nuk ka shumë shenja fizike, por ka shenja të brendshme që lë tek fëmijët dhe tek adoleshentët. Unë do t'i thoja prindërve që të jenë të kujdesshëm në shenjat që fëmijët shfaqin. Mund na tregoni disa nga shenjat të cilat tregojnë? Në përgjithësi, ndryshimi drastik i sjelljes së një fëmie, pra kur është një fëmijë ekstravert, i qeshur, i hedhur, i lumtur, dhe krejt papritur bëhet i ndrydhur, bëhet i heshtur, mbyllet në dhomë, nuk flet më me familjarët, nuk kalon më kohë me ta, atëherë këto janë zile të heshtura të alarmit, por që prindrit duhet jenë të kujdesshëm që t'i dallojnë ato. Duhet të kenë kujdes që komunikimi nuk është një urë që ndërtohet kur fëmia është adoleshent. Është një urë që ndërtohet që herët në vegjëlinë, që në foshnjëri e në fëmijërinë e hershme, me momente të vogla, cilësie, komunikim cilësor midis fëmijës dhe prindit. Gjithashtu, një fëmijë që nga i urt, i paqt, i duruar, fillon të ketë shpërthime të humorit, fillon të ketë nervozizëm të shtuar, humbje të durimit, patjetër që ka diçka të cilin prindi duhet të jetë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm për ta kapur në kohë, për ta lehtësuar fëmijën, për të kuptuar çfarë ai po kalon.